Përshëndetje, unë jam Mirjana dhe sot po nisim një vlog të ri. Jam në pritje të një lajmi shumë të rëndësishëm për mua, por më duhet të pres. Kështu që për të humbur pak mendjen, thash po filloj një vlog edhe ju flas pak më shumë për dje, do me thënë për vlogun e Prishtinës, vlogun e Kosovës. Kur u kthem dje nuk jo fola shumë, sepse seriozisht ishta e mërzitur, e lodhur, e stresuar, të gjitha me radhë. Do ju shpjegoj vetëm ditën e fundit, sepse ditët e tjera i kanë shpjeguar. Ditën e fundit, do me thënë dje në mëngjes, ne u zgjuam, u bëm gati, edhe shkuam tek makina. Okej, deri. Provoj ndri makinën, nuk ndizej. Provoj prape, nuk ndizej. Ndërkohë që një natë më parë më kishte thënë që të niseshim, do me thënë qatë natë për në Fier, por nuk pranova sepse para kam shumë frikë thoj natën. E dyta tek rruga e kombit kishte rënë dëbor. Treta pastaj nuk e dija si do e përballonte atrola, e kështu ashtu. Nëse e lam që nuk do ikni, me shpresën që makina do ndizej në mëngjes, sërish me gaz. Nuk kundes kontaktoj Endri prap me ata të servisit, por problemi ishte sepse ishte e diel, edhe të dielën njerëzit e kanë pushim, e duan për veten e tyre. Gjithsesi, ata u treguan aq të mirë sa erdhën, provoj ta ndiste aty, nuk kundes, do me thënë në vend të parkimit. Me të tërhequr e çoj deri tek servisi. Aty u mundua goxha derisa u nxej makina, edhe u ndes sërish me gaz. Edhe na thanë që deri në Fier mos ta ndaloni. Edhe këtë bërëm edhe ne, erdhëm deri në Fier pa ndalim, ndaluam vetëm mirë me makinë të ndezur, sa morëm për të ngrënë. Edhe erdhëm në Fier, direkt sa erdhëm pa e fikur sërish makinën, zbritëm, sollëm gjërat, edhe i çoj Endri në servis. Kështu që edhe sot është në servis dhe shpresojmë që ta bëj sot, që të kemi mundësi të lëvizim. Këto janë ato çfarë na ndodhen. Pastaj të tjerat i keni marrë vesh tek vlogu i kaluar para këtij, por që do ja u lë këtu kush nuk e ka parë. Siç ju thash, unë përpres një lajm shumë të rëndësishëm, edhe do bëjmë teze. Kështu që po, nesër ose pas nesër ne mund të ikim në Korçë. Pastaj Endri do vi më vonë, edhe besoj se vitin e ri do e kalojmë aty. Do bëhemi shumë njerëz, sepse do vi vllai me nusën, motra me burrin është aty, bebi do vi, ne të gjithë do mbushe shtëpia plot. Gjithmonë në këto raste më kujtohet babi, do doja shumë të ishte. Jeta kështu është. Nga i ka se, kaq ishte. Po ju shkëput pak nga vlogu, sepse kam diçka për t'ju treguar, edhe më pas do ju le të vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Dua që t'ju tregoj një produkt që më ka ardhur nga Dr. Pen, edhe është një pajisje për microneedling. Ultima M8. Ja u kam treguar pak a shumë se çfarë përmban kutia, por po ja u tregoj edhe një herë. Ka këtë fletën që shërben për ta kuptuar se si përdoret, manualin e përdorimit me pak fjalë. Ka 6 koka gjilpërash që do me thënë mund të përdoret 6 herë. Ka karikusin bashkë me prizën, për këtu te ne kjo priza nuk bën punë, por mund të blini një përshtatës për këtë ose mund ta karikoni me një karikus telefoni. Edhe këtu brenda është ajo që na duhet më shumë. Microneedling pen. Do ja u shpjegoj pak a shumë. Këtu ndizet edhe ka 6 nivele shpejtësie. E fikim këtu
ka madhësinë e kokave të gjilpërave. Do me thënë, sa thellë doni që ato të futen në lëkurë, procesojnë në lëkurë. Këtu ka vendin për të futur gjilpërat, këtu ka vendin e karikimit, edhe po, thellësia e këtyre gjilpërave shkon nga 0 mm deri në 2.5 mm. Ka bateri të rikarikueshme dhe zgjat deri në 4 orë përdorimi. Tani po ju them pak a shumë përfitimet se përdorimi të micro needling pen. Zbeh rrudhat, do me thënë me përdorimin e saj fillojnë dhe rrudhat zbehen, ndihmon në largimin e akneve, ndihmon në largimin e shenjave të akneve dhe gjithashtu të shenjave kirurgjikale apo pjesëve që ne jemi vrarë në fytyrë. Ndihmon për t'i kthyer lëkurës elasticitetin, ndihmon në hiperpigmentimin e lëkurës, dëmtimet nga dielli, I jep lëkurës ndriçim dhe bardhësi. Tani si funksionon? Gjilpërat krijojnë mikrokanale të vogla në lëkurë, në sipërfaqen e lëkurës. Këto mikrokanale të vogla stimulojnë vetishë rruese në lëkurë, duke çuar në rritjen e kolagjenit dhe elastinës së lëkurës. Të kesh më shumë kolagjen dhe elastin në lëkurë, do me thënë që lëkura të bëhet më fort. Një gjë tjetër që dua t'ju tregoj është që të mos e përdorni në akne të acaruar, në lëkurë të acaruar, në plagë të hapura, nëse shfaqen acarime në lëkurë gjatë përdorimit, nuk duhet të përdorni një fishek më shumë se një herë. Micro needling pen duhet të kryhet një herë në 4 deri në 6 javë. Rezultati mund të ndryshojë nga personi në person, por mund të shihet pas seancës së dytë të micro needling pen. Pastaj, për përdorimin, duhet që pajisjet të sterilizohen të gjitha, që nga gjilpërat edhe deri tek lapsi. Duhen përdorur doreza, duhen disinfektuar duar, duhen larë mirë. Për fytyrën duhet larë me larës edhe duhet përdorur një serum I cili ndihmon që lëkura të mos tërhiqet nga përdorimi I micro needling pen. Duhet përdorur në mënyrë horizontale dhe vertikale. Këto pak a shumë besoj se ja u thash të gjitha, unë do e përdor dhe pas disa kohësh ne do të shikojmë nëse micro needling pen do na japë rezultat apo jo. Tani po ju le të vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Kam haruar t'ju tregoj këto që blem tek Eurolens, Eurolens, ja u tregoj me radhë. Gjë e parë mora këtë për t'i bërë pancakes atë rolës, që është nga këta tiganët shumë me forma. Gjithmonë mundohesha t'ja bëja vetë kështu duke u munduar me luk, po jo. I pashta aty dhe thash do e marrë se s'bën. Është kështu. Me thënë, një pancake kaq të madh, bolle ka atë rola për ta ngrënë. Ja, është me këtë formën e arushit. Merë, shiko. Do bëjmë atë me banane. Pastaj mora një palgeta. I pash atje, thash mos t'i marrën këto tani, ishin vetëm një palë, masa small, e do I shikoj në qoftë se do jenë të mira. Po s'janë, dhe shpresojmë që s'do ke ndonjë dëmtim, po nejse kur t'i hap, do I shikoj. Kjo, nga bëri kjo. Edhe të fundit këto. 2 tepsi për të bërë cake, por cake për tort. Mbajmën që donte mami Endrit të tilla, se asaj vjen dorës për të bërë torta. Edhe unë ja mora, shpresoj që t'i bëjmë fund këto, janë goxhat më dhaja, se kështu I donte. Do ja çojmë kur të ikim këto mora. Kam gjerë që bëre këtu, ne I ka dhënë mami Endrit për të shkrirë. Do I fut këto, do I sallatë, do I gjë kështu, qik salcosi e këto, ta kalojnë drekën. Do I fut tani direkt, dhe qik gjarë sipër.
Se jo do bëjmë ato me kiks. Do bëjmë? Okej? Ne jemi nisur për Korç, jemi aty kur bebi të vi, edhe po tani jemi në Prenjas. Do nda Adrola pa tjetër çokollatë, shumë që kemi ndaluar këtu, te një big market. Edhe po, pastaj direkt për Korç, ora është 8:30 tani, besoj që nga ora 10 ndoshta mund të jemi atje. Edhe po, nisim ka bebi. Jemi në Korç, një po flek këtej, një po flek këtu. Nga unë natën për sot, do flasim nesër. Adrola u bë me motor, edhe unë bëra teze, motra lindi sot, edhe gjithë ditën kam qenë aty te bebi. Tani mbas dite erdhi dhe vllai, më solli dhe gjërat e temut. Kur t'i ikim në shtëpi siguri që do kemi një hol. Gjërat që i kisha marrë Adrolës i ka hapur, duket, por që më mirë do ja u tregojmë tek holi, nuk do u tregojmë gjë sot. Kemi marrë shumë dhurata, shumë gjëra, kështu që kemi shumë për të treguar kur t'ikim në shtëpi, por që një për njerë do jemi këtu në Korç te nëna, edhe me bebi. Këto ditë e di që nuk do mundem të filmoj shumë, por do u filmoj me copa. Në qoftë se do mundem, do filmoj dhe do i le të gjitha pjesët bashk. Kemi ardhur në Vlorë. Dolëm një xhiro të vogël, kishim shumë kohë ardhur, ndoshta një muaj e pak. Bërëm një xhiro, shkuam tek një dyqan që është hapur, domethënë ka disa kohë. E tani kemi ndaluar të marrë Adrola akullore. Akullore në janar. Po. Mbase shkojmë pak për të ngrënë ndonjë picë te Properi, se dhe ato na kanë munguar. Le të shikojmë pastaj çfarë do bëjmë tjetër. Po besoj se do ikim në shtëpi, se kam për ta larë Adrolën, kam për ta bërë gati për nesër për në Kopësht. Kur? Nonën e flokët. E mbaruam dhe xhiron, si gjithmonë po presim të marrim akulloret. Edhe t'ikim në shtëpi, jemi dalë në Vlorë, unë kam shumë ditë pa filmuar një vlog, edhe thash po e nis sot, që të mundem pastaj dhe të filmoj më vonë. Anche ishim me duke luajtur futboll në çonin tash. Na ra çuk. Do të kam humbur për parë tjetër.
bollë qafe kot. Ne po ikim në Tiranë, edhe kjo është tentativa e tretë ose e katërt që unë bëj për të rikthyer në YouTube. Por që shpresoj që këtë herë tjetë ajo e vërteta, edhe me kismet nesër do ulemi dhe do flasim pse kemi munguar dhe pse nuk është se ka ndonjë arsye të madhe, ose ndonjë arsye të madhe, por që po do ulemi të flasim se kemi shumë pa folur. Si thash po ikim në Tiranë, po presim Endrin se do marrë kafe, edhe Adrola me tikat e saj që s'merret vesh se çado, po nejse, koha sot është behar. Ne kishim një plan tjetër, edhe tani po bëjmë një plan tjetër. Po. Sot prap nga një ditë tjetër, unë e kam bërë këtë vlogun, o zoti madh, ka 3 muaj. 3, po, gati 3. Po këtë herë u rikthyem, më shikoni kështu të lyer, sepse sapo mbarova videon e temut, që ju tashmë do e keni parë, sepse do dali para këtij vlogut, edhe po, u rikthyem. Tani, të them një arsye pse kemi munguar kaq gjatë, nuk e kam, sepse siç e pat, ne ishim në Korçë, lindi motra, pastaj u kthyem në shtëpi. Kështu, kanë kaluar ditët pa e kuptuar. Thjesht bërëm disa pushime. Kaq, edhe ja ku jemi tani. Të gjithë jemi shumë mirë, nuk ka asnjë arsye tjetër. Edhe e kam pasur edhe motrën disa ditë këtu. Tani pas disa ditësh do më vijë edhe mami, do shta edhe motra prap, nuk e di, të shikoj. Edhe po. Dje ishim, siç ju thash, në Tiranë. Nuk bërëm ndonjë gjë të madhe, thjesht shkuam më ngrëm, pastaj dolëm pak te këto qendra tregtare, kisha 1-2 gjëra që më duheshin patjetër për t'i bler, por që do t'ja tregoj më vonë, sepse tani më duhet iki të marr Adrolën shpejt se më kaloi ora. Do flasim kur të vim prap. Ju thash që do ju tregoja këto gjëra që morëm në Tiranë, edhe pse gjysmat nuk janë këtu. Po nejse, do t'rregoj këto kryesorët që për të cilat dhe u futa në kryesor. Si fillim shkuam tek Rossmann, arsyeja ishin këto. Ju kam thënë që e kam të pamundur të rip ato. More i Endri këtë, që është për duart, i plasen shumë këtu i qajnë nga i ftoti, edhe pse tani iku i ftoti, po nejse. Ky është shumë i mirë. Kush ka probleme me duart, të duhet ta përdorni patjetër, është tepër i mirë. Pastaj, tjetër mora edhe një shampo për Adrolën, do ja tregoj pak më vonë se e kam çuar andej që kam larë Adrolën. Dhe tek Jumbo mora letrat këto për Adrolën, që ja vendos të çanta për te kopshti. Ja mora me Elsën tani, po Elsa. Se i vendos gjithmonë te çanta nga një të tillë. Edhe arsyeja për cilën shkova është kjo. Domethënë kjo është veç. Kjo nuk ishte pjatë, ka këtho këtu për të dalë ujë. Edhe unë mora këtë që kur t'i hedh ujë, ta vendos te kjo. Dhe kur mbaron ujë, e le kështu. Tani, pse e mora në këtë vazën? E mora sepse ju tregova tek videoja e Prishtinës, kur ishim në Prishtinë, kush e mban mend, aty kishin shumë lule, fasule,
nga ato që zvariten kështu. Edhe unë i mora 2 përcenj deg, si t'ja u the. Edhe janë zënë të dyja. Po, të dyja. Herën e parë që kam marrë tek një lokal, ato nuk u zonë sepse unë kisha putur vetëm gjethen. Duhej edhe me një si kërcell poshtë. Do me thënë gjethja edhe një kërcell. Nuk e di sa mirë për e shpjegoj. Edhe po, këte herë më janë zënë. Më duhej vazo për t'i mbjell, do me thënë janë zënë, kanë lëshuar rënje, po nxjerrin sy, thatë rinje, nejse. Edhe po mora këtë, kjo do duket shumë bukur tek rafti. Mezi po pres që ato të rriten, e të zvariten, veç që do mos bukurën raftin, do e kem kujtime edhe nga Prishtina. Po. Nuk e mbaj mend që mora tjetër, duhet ke marrë në gjë, po, mora dhe një për adrolën, një kuti për të vendosur ushqimin. Mund të ketë marrë dhe adrolën do një gjë, do një budallëk, që për momentin nuk po më kujtojnë, edhe po, këto. Tjetër, me që i kam këtu, kam porositur edhe këto, treqe nga këto të gjërat poshtë, më rinë shumë mirë. I vetmi problem është që janë shumë të gjata. Dhe unë tani nuk di ku të ikit i shkurtoj, sepse gjithmonë kam probleme me këtë pjesën. Me që shumica rrobaqetëse duan të marrin shumë punë, edhe nuk të pranojnë kur ti u shkon me një par pantallona, një par streqe të tilla. Po nejse, do e gjem një mënyrë për t'i shkurtuar. Po kështu rinë shumë bukur. Këto. Ja lulja që po ju thoja, e kam vendosur te kjo gota, edhe shikoni sa rrejnë kanë zënë. Edhe kjo tjetra, edhe shikoni këtu. Kanë hedhur kërcell, edhe kjo tjetra, një syth të ri këtu. Se keni den sa e lumtur isha kur i pash që po nxirrni rrejnë. I kam lënë këtu te kuzhina, sepse këtu vjen pak më shumë dritë. Edhe po, kam për të xhiruar një pjesë të vogël për një bashkëpunim, po nuk e keni iden sa po përdoj. Te ky tripodi kam edhe një dritë, po nuk bë ka punë. Nice. Kjo është shampoja që kam marrë për adrolën. Ja mora këtë nga Garnieri këtë herë, te Rossmann, siç ju thash. Edhe është e mirë. Erën sidomos e ka shumë mirë, pastaj kështu nuk është se po vere ndonjë ndryshim deri tani, por që mirë, normal, si gjithë shamput e tjera. Unë tani po bëj edhe mbylljen e këtij vlogut. Shpresoj që unë tani po bëj edhe mbylljen e këtij vlogut, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Jemi rikthyer, do bëj pak më shumë video. Edhe po, ashtu si ju them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithë. Shihemi në videon tjetër. Bye!